Një tjetër pikë e rëndësishme e projektit të Ministrit Pushtetit Vendor për të modernizuar më tutje bashkitë ka të bëjë edhe me laboratorët e dedikuar për teknologjinë në klasat e shkollave të cilat sot që flasim janë mbi 300, ndërkohë që me programin e qeverisë të shkojnë në 1000. Ama nuk mund të jenë vetëm laborator të mësimit teknologjisë për nxënësit gjatë orës mësimit, por duhet të jenë dhe laborator të mësimit të teknologjisë pas orës mësimit. Dhe për këtë duhet patjetër angazhimi dhe puna drejt për drejt e bashkive për të organizuar një sistem ku të jepet mundësi fëmijëve, të jepet mundësi më të rinjve që të kenë akses në këto laborator.